Hoxh, po ai person që ka lindur në një vend i izoluar që nuk ka mundësi me njoft islamin, ku do shkoj shpirti i tij? Dhe a ka në gjunah ai që do vdes si jo besimtar? Atëherë duhet ta dim që i madhi Zot nuk i bën pa drejtësi askujt. Allahu i lartësuar pra ditën e gjykimit do të vendos peshorët e drejtësisë, nuk i bëhet askujt pa drejtësi. Fala tudhlamu nafsun shay'a. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, dhe askujt nuk i bëhet pa drejtësi. Personi të cilit nuk i ka arritur mesazhi islam, ky njeri ditën e gjykimit do të merret në provim. Do të ketë një provë. E nëse këtë provim pra e kalon me sukses, hyn në xhenet. Po imagjinoje ti, ditën e gjykimit pasi njerëzit të shikojnë pra ringjalljen, të shikojnë gjithë atë madhështi. Pra nuk mendoj se një njeri mohon. Gjithsesi Allahu i lartësuar nuk i bën pa drejtësi askujt. Këta njerëz do të merren pra në provim në atë ditë. Dhe nëse e kalojnë me sukses provimin, hyn në xhenet. Po ashtu, Allahu i lartësuar thot në Kur'an, "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Pra siç kuptohet prej ajetit, ne nuk dënojmë askënd derisa të dërgojmë një dërguar. Kështu që ai person të cilit nuk i ka arritur mesazhi islam, ky ditën e gjykimit do të merret në provim. Nëse e kalon me sukses, pra hyn në xhenet. Nëse mohon, atëherë në zjarr Zoti na ruaj.